Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mos harxoni më para, ja si të zhdukni rrudhat brenda natës. Kafja është shtëpia e preferuar për pothuajse të gjithë ne sapo të zgjohemi në mëngjes. Kafeina e cila ndodhet në kafe zgjon molekula të quajtura adenozin nga truri juaj, kështu që ju mund të ndjeni të freskët dhe të shëndetshëm. Me sa duket, kafja jo vetëm që zgjon trurin tuaj, por ajo njëkohësisht ka edhe aftësinë për të ringjallur lëkurën tuaj. Kafja është një diuretik i jashtëzakonshëm i cili ndihmon që lëkura juaj të largojë ujin e tepërt bashkë me toksinat. Kjo e bën lëkurën tuaj që të jetë njëkohësisht e shëndetshme dhe i jep pasaj një pamje të freskët dhe plot shkëlqim. Kafeina gjithashtu arrin që të përmirësojë edhe qarkullimin e gjakut tuaj dhe njëkohësisht të largojë të gjitha qelizat e vdekura nga lëkura si edhe papastërtitë e saj. Ajo redukton edhe paraqitjen e celulitit. Këtu ju do të gjeni disa prej maskave më të mira me kafe për fytyrën tuaj që ju lehtësisht mundet që t'i bëni ato në shtëpi, duke i kombinuar edhe me përbërës të tjerë të cilët po ashtu gjenden në shtëpinë tuaj. Maska me kafe dhe kokos për shkëlqim të lëkurës. Kafja është një antioksidant dhe nxit qarkullimin e gjakut, gjithashtu lufton dëmtimin e lëkurës të shkaktuar nga rrezet ultraviolet të diellit. Vaji i kokosit ka veti antibakteriale dhe antiinflamatore, gjë e cila ndikon në mbrojtjen e lëkurës nga ndotësit e jashtëm. Përveç kësaj, është jashtëzakonisht hidratuese për lëkurën. Gjithashtu ajo rigjeneron lëkurën tuaj nga ndotësit e jashtëm dhe nga ana tjetër, përveç kësaj, është jashtëzakonisht hidratuese për lëkurën. Gjithashtu, rigjeneron lëkurën duke e bërë që të shkëlqejë. Produktet që juve do t'ju duhen janë një lugë gjelle kafe dhe një lugë gjelle vaj kokosi. Si ta përdorni dhe ta aplikoni këtë maskë? Përzieni një lugë gjelle kafe të bluar dhe një lugë gjelle vaj kokosi derisa të krijohet një pastë homogjene. Pastrojeni fytyrën dhe lejoni që ajo të thahet. Aplikojeni maskën në fytyrën tuaj dhe lëreni të qëndrojë për të paktën 15 minuta. Para se ta largoni maskën, masazhojeni edhe një herë lehtësisht në fytyrë. Pastrojeni fytyrën me ujë të vakët. Nëse ju ka mbetur pak nga kjo maskë pa u pastruar, largojeni atë me një peshqir të butë dhe të pastër. Këtë maskë aplikojeni 2 deri në 3 herë në javë. Maska me kafe dhe vaj ulliri për lëkurë të thatë. Vaji i ullirit është i njohur për të hidratuar lëkurën. Është i pasur me vitamina A, D, K dhe E. Vitamina A forcon gjithashtu kolagjenin dhe përmirëson elasticitetin e lëkurës. Vitamina D gjithashtu ndihmon në rigjenerimin e qelizave të lëkurës. Vitamina K lufton shenjat ose venat në lëkurë dhe vitamina E ushqen lëkurën. Kafja nga ana tjetër arrin që të ngushtojë enët e gjakut duke larguar njëkohësisht ëndjet në fytyrën tuaj të shkaktuara nga prania e toksinave. Produkte që ju duhen: një lugë gjelle kafe e bluar, një lugë gjelle vaj ulliri. Si ta përgatisni dhe ta aplikoni këtë maskë? Përzieni një lugë gjelle kafe të bluar dhe një lugë gjelle me vaj ulliri derisa të krijohet një pastë homogjene. Aplikojeni më pas këtë pastë në fytyrë. Lëreni të qëndrojë për 5 deri në 10 minuta dhe masazhojeni fytyrën tuaj me lëvizje rrethore. Pastrojeni fytyrën tuaj me ujë të vakët dhe nëse ka mbetur diçka nga kjo maskë, largojeni atë me një peshqir të butë. Këtë maskë më pas aplikojeni 2 deri në 3 herë në javë për të trajtuar lëkurën e tharë. Maska me kafe dhe
Limon për lëkurë të yndyrshme. Limoni është i pastër me vitaminën C, e cila forcon elasticitetin e lëkurës dhe gjithashtu frenon prodhimin e tepërt të yndyrës, duke mbajtur lëkurën tuaj të pastër dhe njëkohësisht pa yndyrë. Produktet që juve do t'ju duhen janë një lugë gjelle kafe të bluar dhe lëng limoni mjaftueshëm sa për të krijuar një masë homogjene. Si ta përgatisni dhe ta aplikoni këtë maskë? Përzieni kafen dhe lëngun e limonit, aplikojeni këtë maskë në fytyrë dhe në qafë, lëreni atë të qëndrojë për 30 minuta dhe më pas, pastrojeni fytyrën. Këtë maskë aplikojeni për 30 minuta një herë në javë në qoftë se keni lëkurë të yndyrshme. Maska me kafe me qumësht për fytyrë të pastër. Qumshti dhe kafja ndihmojnë në pastrimin e lëkurës, po ashtu ky kombinim hidraton lëkurën dhe e bën atë që të shkëlqejë. Produktet që juve do t'ju duhen janë një lugë gjelle kafe dhe qumësht. Si ta përgatisni dhe ta aplikoni këtë maskë? Përzieni të gjithë përbërësit bashkë derisa të krijohet një masë homogjene. Lani fytyrën dhe lëreni që të thahet. Aplikojeni atë në fytyrë dhe lëreni të qëndrojë për 15 deri në 20 minuta. Pastrojeni fytyrën më pas. Aplikojeni këtë maskë 2 deri në 3 herë në javë për një fytyrë të pastër. Në Japoni ekziston një traditë shumë e vjetër për përdorimin e orizit, jo vetëm në kuzhinë, por edhe për përdorim kozmetik, terapeutik dhe medicinal. Orizi përmban vitaminën B, të cilat stimulojnë riparimin e qelizave dhe reduktojnë plakjen e parakohshme të lëkurës. Për më tepër, uji i orizit redukton plakjen e parakohshme të lëkurës dhe gjithashtu, uji i orizit ka veti hidratuese, antioksiduese, të cilat përmirësojnë edhe aftësinë e lëkurës për të thithur rrezet ultraviolet. Për të mbajtur lëkurën tuaj sa më të freskët dhe njëkohësisht plot vitalitet, ju mundet që të përgatisni një maskë tërësisht natyrale, e cila është përdorur nga gratë japoneze për qindra vjet dhe për të përmirësuar njëkohësisht pamjen e lëkurës tuaj. Përbërësit që juve do t'ju duhen pikërisht për këtë recetë janë 3 lugë orizi i bardhë, një lugë gjelle qumësht dhe një lugë gjelle me mjaltë. Zieni orizin plotësisht, kullojeni atë dhe më pas vendoseni me një anë ujë negatimit dhe përzieni orizin tuaj së bashku me qumësht dhe mjaltë. Përzieni në mënyrë që të gjithë përbërësit të lidhen mirë me njëri tjetrin. Pas larjes së fytyrës, ju duhet që të aplikoni kremin dhe përhapeni mbi të gjithë sipërfaqen e saj dhe lëreni që të veprojë për 30 minuta. Në fund, ju duhet që ta shpëlani fytyrën me ujë në të cilin ju zjet orizin më parë. Mirë po, duhet të dini se duhet të mirëmbani lëkurën tuaj duke aplikuar këto maska rregullisht, gjithashtu duke u kujdesur që të aplikoni kremin e diellit sa herë që të dilni nga shtëpia, sepse përndryshe do t'ju krijohen disa njolla të cilat kanë nevojë me patjetër për ndërhyrje, pasi janë të vështira për t'u hequr me këto maska në kushte shtëpie. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre produkteve ju shkakton alergji, e mira është që të mos e përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.